pranimit të studentëve. Se në vitet e tjera ka qenë normal 20-30 për çdo program studimi. Profesor, nuk e di, a ishte problematik për ju mbyllja e degës së turizmit, sepse kjo është një nga degët e rëndësishme, sidomos për një universitet, ndoshta nuk jam, shumë rektor nuk janë dakord kur unë përdor termin rajonale, sepse ju keni të gjithë autoritetin e universiteteve, si që është Universiteti i Tiranës, ashtu është dhe ai Gjirokastës, po pikërisht për universitetin tuaj, a është një problematik që është mbyllur dega e turizmit? Shiko, jemi të qartë, do më thënë që mbyllja e këtyre programeve është bërë vetëm mbi bazën e një kriteri, sipas Ministrisë së Arsimit dhe Sportit. Kriterit të numrit të pranishëm të studentëve në momentin kur është kontrolluar, do më thënë universiteti. Dhe nuk është shoqëruar me asnjë lloj studimi, do më thënë që pse duhet mbyllur, çfarë i ofron rajonit, a plotëson kushtet e rajonit, a plotëson kushtet stafet akademike që japin mësim në këto programe. Dhe ne kemi marrë takim dhe me Ministrin e Arsimit dhe kemi argumentuar, bile kemi bërë kërkesë për rihapjen e për shembull të programit të turizmit, për arsye sepse në rajonin ton ekzistojnë rezerva të mëdha në fushën e turizmit dhe nevojitet domethënë përgatitje e kuadrëve në fushën e turizmit. Marrim për shembull programin e matematik fizikës. Është një program që është hapur që në vitin 1971 dhe ne nuk mund të jemi dakord domethënë që për shkak se nuk kishte student në vitin akademik 2014-2015 ky program të mbyllet. Kur ky departament është ndër departamentet më të kualifikuar tonat me 6 profesor doktor, me 1 profesor të asociuar, me 3 doktor, me 5 docent, të cilët kanë një jetë të tërë që bëjnë mësimdhënie në matematik fizik. Aq më tepër që është dhe një program që nevoja për mësues matematike dhe fizike është shumë e madhe dhe gjithë rajoni i Jugut, domethënë ka nevojë për mësues të kësaj kategorie. Dhe ne i kemi rikërkuar ministrisë që ta rishohë edhe një herë këtë vendim dhe shpresojmë në mirëkuptimin e saj për rihapjen e këtyre programeve. Zoti Mema. Në fakt pyetja që adresohesh me interes, nuk kemi të bëjmë me mbyllje të këtyre programeve, por me pezullim për këtë vit akademik. Ne shpresojmë që vitin që do të vazhdojë këto të rihapen, do të funksionojnë si të tilla, sepse Gjirokastra ka nevojë për të tilla programe, jo vetëm sepse kemi një traditë të gjatë në këtë drejtim, në fushën e mësuesisë, që është nga fillimet e këtij institucioni, por edhe në fushën e turizmit e të arkeologjisë, ne për vite të tëra jemi prezentuar me arritje në këtë drejtim, me kontingjente studentësh të talentuar që tashmë punojnë në sektor të rëndësishëm të turizmit e të arkeologjisë, në parqet arkeologjike, që janë nështruar kualifikimit pas universitar, që doktorojnë në universitetet perëndimore, pra kemi dhënë kontribute në këtë drejtim dhe nuk e mendojmë shumë të studiuar çështjen e pezullimit të këtyre programeve. Ndoshta, viti i ri akademik do të jetë një vit që do të krijojë hapësira të reja. Edhe reforma që po ndërmerret në arsimin parauniversitar dhe universitar, mendoj se na favorizon. Aktualisht në vitin e ri, në vit akademik që jemi, kemi prurje studentësh më cilësor, më të përkushtuar. Kjo ndjehet në Universitetin e Gjirokastrës. Këto prurje të reja, sikundër edhe një profesorat të kualifikuar që kemi neve, mendojmë se do të atëkalojmë këtë situatë krize që kemi në Universitetin e Gjirokastrës. Mendoj se ato politika jo të përshtatshme që janë aplikuar në të kaluarën me reformën e re dhe me vizionet e reja që po prezantohen, mendojmë se do të favorizojë Universitetin e Gjirokastrës. Është një universitet i duhet vendit, është në jugun e Shqipërisë, një trevë me shumë tradita. Nëse do të referoheshim historisë, marrin vitin 1927, nëse kishte gjithsej 446 me arsim të lartë, nga këta 246 ishin nga Gjirokastra. E kjo Gjirokastra ka nevojë për universitetin dhe jo vetëm për universitetin, por edhe më shumë. Po, Ylka, desha të bëj një pyetje profesorit. Unë di dhe së bashku edhe me ju Ylka, por edhe me profesorë të tjerë të Universitetit të Tiranës, kam qenë në kontakt dhe di që në Universitetin e Qerem Çabej bëhet një punë shumë e mirë shkencore, organizojnë konferenca të rëndësishme ndërkombëtare të vazhdueshme me autoritet, si thua, akademik të gjithë pjesëmarrësve.
Mirë, po kjo problematik me cilën shfaqet tani Universiteti e Qerem Çabej, mos ka të bëj edhe me faktin se nga vetë stafi pedagogjik nuk është bërë ashtu siç duhet këshillimi i karrierës tek maturantët që të zgjedhin universitetin e tyre, që Universiteti Çabej të mundet të artikuloj vlerat e veta, të jetë më prezent edhe në qoftë në rrethet akademike, por edhe mediatike, sepse ne themi që pothuajse po të kurret kur realisht bëhet një punë shumë e mirë në këtë universitet. Si e mendon, profesore? Po, mund të them diçka në këtë drejtim. Falenderoj domethënë gazetaren që përmendi aktivitetin dhe punën tonë shkencore, kjo është më se e vërtet. Kurse përsa i përket rekrutimit të studentëve, në përmjet sistemit të maturës shtetërore, domethënë universitetet janë jashtë procesit të rekrutimit të studentëve. Dhe në përmjet parimit të merit preferencë, që ka qenë një kriter bazë i maturës shtetërore, ju është lënë e lirë studentëve që të zgjedhin vetë degën dhe universitetin se ku do shkojnë. Pavarësisht nuk, domethënë deri më sot, asnjëherë nuk janë studuar standardet e universitetit ku do vej studenti, kualifikimi i stafit akademik, baza material, kapacitetet pritse, dhe ka ndodhur çuditëra në vitet e kaluara që për shembull akordoheshin kuota ose pranoheshin student me qindra student në auditor, kur auditori mund të ishte vetëm për 100 student dhe kuota ishte 600-700. Kjo neve na ka penalizuar. Dhe ne mendojmë se është detyrim kushtetues i çdo qeverie dhe i qeverisë aktuale që për të zhvilluar rajonet, për të mbajtur, domethënë, ato institucione që i shërbejnë vendit, dhe arsimi kombëtar është një nga prioritetet e çdo qeverie, edhe i qeverisë aktuale. Mendojmë dhe ja kemi propozuar edhe Ministrisë së Arsimit që duhet hiqet dorë nga kriteri merit preferencë, që zbatohet në lidhur me rekrutimin e kandidatëve për studentëve nga radhët e maturantëve. Dhe kandidatit për student të lihet e drejta vetëm të zgjedhë degën e studimit, kurse shpërndarjen sipas kritereve dhe standardeve zyrtare, kombëtare, duhet ta bëjë Ministria e Arsimit dhe Sportit ose një organizëm shtetëror që merret me shpërndarjen e studentëve në këtë. Sepse këtu ka ndodhur çuditëra, për shembull, në universitete private janë lejuar studentë të shkojnë në ambiente ku ishin për 100 studentë dhe janë lejuar që vazhdonin studimet 1000 student, 1500 student. Ju keni marrë në një përgjigje për këtë, sepse kjo është aty ku çalon më tepër, mendoj. Pika. Po, që t'jemi të sinqertë, domethënë ekipi i ri drejtues i Ministrisë së Arsimit dhe të Sportit ka marrë kontakte jo vetëm me ne, domethënë si universitet, po edhe me universitetet tjera, dhe ne ja kemi sugjeruar këtë gjë, domethënë që arsimi, duke qenë një prioritet kombëtar për zhvillimin e vendit, duhet dhe qeveria dhe Ministria e Linjës duhet të jetë më e pranishme lidhur me rekrutimin e studentëve, me shpërndarjen e tyre gjeografike dhe me krijimin e atyre kushteve, domethënë maksimale për të nxjerrë, domethënë kuadro dhe studentë cilësor nga radhët e auditorëve. Po, Ylka. Zoti Hasani, një moment. Shtoja dy element të thjeshtë që kanë ndikuar në problemin. Po, ne kthehemi në studio, ndoshta kemi në një problem të linjës lidhjes drejt për drejt që kemi me qytetin e Gjirokastrës. Pra, ne jemi duke trajtuar në këto momente mbi autoritetin e Universitetit e Qerem Çabej në qytetin e Gjirokastrës, problematika që ai ka pasur gjatë këtij viti të ri akademik 2014-2015, por ajo që ne na intereson të trajtojmë është pikërisht problematika se si do të dalin nga krizat fakultetet e mësuesisë. Ashtu sikurse u artikulua edhe nga rektori dhe nga të dy dekanët, qoftë dekani i Fakultetit të Shkencave të Natyrës të Universitetit të Qerem Çabej, ashtu dhe profesori i Fakultetit të Shkencave të Edukimit dhe Shkencave Shoqërore, u tha se këto fakultetet të mësuesisë vërtet
kanë probleme. Mirë po, e dim që qoftë Fakulteti Shkencat e Natyrës në Universitetin e Tiranës, apo Fakulteti i Filologjisë në Tiranë, apo qoftë i Gjuhëve të Huaja sërish në Tiranë, por njëkohësisht edhe fakultetet të tjera në Universitetin e Elbasanit apo në Universitetin e Korçës, kanë fakultete edhe në Shkodër, kanë fakultete mësuesie. Në qoftë se është bërë një analizë e tregut se cili ka qenë produkti që ka dalë nga matura shtetërore, ka rezultuar se maturantët të cilët kanë përzgjedhur këto degët e mësuesisë kanë qenë maturantë që kanë pasur pikë pak përsa i takon rezultateve që kanë arritur me maturën shtetërore. Dhe kjo ka sjell që të bjeri sadopak në treg edhe autoriteti fakulteteve të edukimit. Të gjithë dekanët janë të shqetësuar se si do t'i kthehet autoriteti. Ndërkohë, dim që Kryeministri i Shqipërisë, zoti Edi Rama, është shprehur që 3 janë shtyllat kryesore të shtetit: mësuesi, mjeku edhe polici. Atëherë si do të bëhet që ne të kemi një cilësi më të lartë të mësuesit? Detyrimisht duhet një mbështetje më e madhe për fakultetet e mësuesisë dhe të edukimit. Për këtë ne do të flasim dhe prandaj kemi dhënë një hapësirë shumë të rëndësishme Universitetit e Qerem Çabej në Gjirokastër. Lajmërojmë nga regjia që mund t'i kem sërish në lidhje të drejtë për drejtë kolegen ton bashkë me profesorët në qytetin e Gjirokastrës. Profesor, fjala për ju se ndodhin këto në transmetime të drejtë për drejta. Pikërisht në këtë këndvështrim të përgatitjes së mësuesve të arshëm, unë them se problemi ka paraqet shqetësim në rang republike, jo vetëm në Universitetin e Gjirokastrës. Unë kam mbi 30 vjet punë në këtë universitet dhe kam patur rastin të jem në një grup studimor të ministrisë në vitin 1987 mbi përgatitjen e mësuesve të arsimit fillor, kryesisht në gjithë Republikën, dhe Universiteti ynë u rendit në vendin e parë. Sot nuk përgatitet mësues gjithandej, ashtu si që kërkon tregu i punës cilësor, prandaj në gjithë Republikën vuajt sidomos për në ato dek që quhen dek të shkencat natyrës, i mësues i kimisë, i biologjisë, i fizikës, i matematikës, e më radhë. Zona jonë e ndjen më shumë këtë fenomen për 2 arsye të themelore. E para, liberalizimit pa kriteri kotave të pranimit, bëri që të gjithë studentët, në kuadrin e liberalizimit të arsimit lartë, të rendin pas diplomës dhe jo pas tregu të punës. Kështu që të gjithë studentin rendin pas degëve preferuara, me preferende, si që ishtë juridik, ekonomik, e tjere, dhe asnjëri nuk vende për mësuesi. Dhe kjo ndihet edhe në Universitetin Qendror të Tiranës, që kontingenti i studentëve që vende për mësuesi ishte nga më pak cilësorët. Por vetë treva e Gjirokastrës ka pasur traditë në arsim dhe një kontingent të cilët kishin rezultatet larta nga shkolla e mesme, dhe ata mund të arrinin fare lehtë nëse kota nuk do shpërndaj nga dikasterin për universitetet, ata mund të arrinin fare lehtë brenda kotave të liberalizuara që ta venin në universitetet qendrore të Tiranës. Po shumë të rinj kanë ëndër Tiranë edhe si kryeqytet, jo vetëm si arsimim. Duke qenë se edhe pesha e diplomës në treg ra, mjafton të kishe diplomë, nuk rente njëri të vendet merrte një profesion të nderuar dhe që kërkonte punë dhe për kushtim, po venin merrin profesionet lehta, mjafton të kishin diplomimin. Kjo bëri që të bjerë edhe numri i studentëve në këto dek dhe edhe në këtë trev, e cila përgatit, domethënë, kontingentet cilësor nxënësish që ikin në dek të tjera. Ylka, në qoftë se më lejon, ndryrën e rregullimit. Unë dëshiroj të bëj një pyetje të 3 profesorëve që janë të ftuar në studio. Di që përpara se ne të ishim në qytetin e Gjirokastrës, një ditë më parë rektori bashkë me disa profesorë apo jo kanë qenë të pranishëm në debatin që është bërë në Tiranë për ligjin e arsimit të lartë. Dhe di që dhe mund të janë artikuluar mendime që si vjetë, do me thënë kur flasim për vitin tjetër akademik 2015-2016, autoriteti për përzgjedhjen e studentëve tu shkoj direkt universiteteve. Tani që shikohet që trendi i njerëzve është edhe kryesisht i maturantëve të vinë drejt Tiranës, shkojnë drejt universitetet private, a mendoni se duke qenë drejta e përzgjedhjes universiteteve vetë të studentëve mund të jenë më të rrezikuar se ç'kanë qenë tani që
që kanë marrë kontingentin nga matura shtetërore? Po, në radhë të parë, unë duhet të theksoj faktin se ne si universitet publik kemi qenë pjesë e diskutimit të projekt ligjit të ri të arsimit të lartë. Dhe e them me kënaqësi, do me thënë që me sugjerime, pjesa më e madhe e sugjerimeve tona, të stafit ton akademik, është pasqyruar në projekt ligjin e ri të arsimit të lartë që ka përfunduar ditën e premte dhe është gati për të shkuar në Parlamentin shqiptar. Por mendoj gjithashtu që në projekt ligj, që ende nuk është shndruar në ligj, nuk është kthyer në ligj, parashikohet, do me thënë, vërtet që kuotat e pranimit, kriteret e pranimit, do me thënë, e kandidatëve për student të shkojnë ose të jetë drejt e departamenteve që të caktojnë dhe të përzgjedhin ata, dhe shpresojmë që në këtë kuadër, duke u përfshirë të gjithë universitetet në procesin akreditimit dhe të rankimit, ku dhe universiteti ju ndojët pjesë dhe palë atje, studentët ose kandidatët për student, duke ditur renditjen e universiteteve, produktin më cilësor të tyre në fushat të caktuara, ata do ta kenë më të lehtë që të zgjedhin edhe universitetin për shembull të Gjirokastës për mësues, me që ne kemi traditë ta zëm afro 50 vjeçare në përgatitin e mësuesve. Procesi i rankimit dhe akreditimit ne si universitet rajonal na favorizon edhe për një arsye tjetër, sepse do marrin fund të paktën siç na është thënë deri tani tashmë kuotat e pa kontrolluara të shpërndarjes së studentëve në universitete ku nuk kishin kapacitete pritse. Dhe studentët janë të detyruar që në qoftë se dikur pranoheshin 600-700 student ta zëm ose 400 student për matematikë në Universitetin e Tiranës. Tani do pranonin 100-150 se aq janë kapacitet. Pjesa tjetër që kërkojnë matematikën, bie fjala, do t'i drejtojnë universiteteve rajonale dhe kjo është një gjë që na favorizon ne. Shpresojmë që ato që janë fiksuar në ligjin e ri të arsimit të lartë të fillojnë që në vitin e ri akademik 2015-2016 dhe që universiteti ynë të jetë një universitet që... Në këtë pikë unë faktikisht pajtojmë me shqetësimin e gazetarës. Në qoftë se me të vërtet ligji që do të zbardhet nuk do të funksionoj. Sepse përsëri do të ketë departamente që do të rendin të përfshijnë numër të madh studentësh, pavarësisht nga kapaciteti që kanë. Megjithëse ligji citon sakt që duhet që brenda kapacitete, mirë po do ketë që do të kërkojnë, sepse atëre, në qoftë se këtu nuk veprohet duke u kontrolluar ky standard, do të mos lejohet, atëre prapë do të krijojmë një amulli tjetër, sepse shumë dispozita ligjore ishin shumë të sakta edhe në ligjin aktual, por nuk arritën asnjëherë të zbatoheshin. Kështu që në qoftë se do kriteret që do dalin në rankimimi, do zbatohen në ekzigjencë nga dikasteri, ajo nuk do t'i lojë mundësi, për shumë të marrë një, themi 600 veta të merte, po zëm juridikun, 600 veta nuk bën mësim me 7 turne, nuk ka logjik, nuk ka ambiente. Në qoftë se kjo do t'jetë në përputhje me këtë rregulluar që unë të marrë brenda kapacitetet, deri te kapaciteti maksimal, në qoftë se unë do jem thjesht në ligj brenda kapacitetit, unë të them që kam kapacitet 2 fishin në pandërgjegjen time të punës, atëherë prapë kjo do të krijojë amulli. Pra kjo do të varet se sa do respektohet kriteri i rankimit. Ylka, po, do flasi profesori, po. Po, të flasi profesori. Krahas këtyre që përmendën kolegët, unë desha të shtoja se në këtë drejtim neve jo vetëm duhet na favorizoj dhe do të na favorizoj çështja e rankimit të universiteteve. Shpresojmë që të kemi një vend të pëlqyeshëm, sepse kemi arritje në këtë drejtim. Nga ana tjetër, neve do të punojmë intensivisht që të dalim nga kjo situatë si rrjedhoje një pune më të madhe për të prezantuar vlerat tona në tregun e punës. Dhe edhe kjo do të jetë një faktor që neve do ta vlerësojmë maksimalisht për të arritur qëllimit. Unë pajtohem me ato që thanë kolegët që zbatimi i ligjshmërisë, i akteve ligjore dhe nënligjore, duhet të jetë realisht zbatim, në mënyrë që të gjitha institucionet e arsimit të lartë të gjejnë vendin e tyre. Jam i mendimit që studentët, aplikantët për student, të konkurojnë për programin, jo për institucionin. Kjo do të jetë
problemi më i mirë ose çështja më e mirë për të gjitha institucionet shqiptare ose për gjithë studentët shqiptar. Vetëm kjo mënyrë të trajtuari do t'i çojë institucionet e arsimit të lartë atje ku ata e kanë vendin ose ku e meritojnë vendin. Ylka. Unë desh të shtoja në funksion të kësaj çka tha profesori, që po të marrim konkretisht fakultetin që unë aktualisht drejtoj, Fakultetin e Shkencave të Natyrës, ne kemi një staf total akademik rreth 42 persona, dhe mund të themi që 60% e këtij stafi është i kualifikuar dhe mban tituj dhe grada shkencore. Dhe 60% do të thotë nuk është pak. Dhe mund të them tjetrin që mbi 30% e këtij stafi mbajnë tituj të nivelit të shkencor të profesorat, domethënë të standardit profesor. Ka profesor dhe profesor asociuar. Domethënë pa përfshirë fare masterat shkencor, domethënë nivel doktoratura është e lartë, docent është më radhë. Kështu që në një staf nuk mendoj se është një luks për shumë universitete ta kenë këtë kualifikim. Është një luks për shumë universitete ta kenë këtë kualifikim. Dhe duke qenë edhe një kualifikim në mas kryesisht i karakterit profesional pedagogjik, domethënë në funksion të degëve të mësuesisë për të cilat sot vendi po vuan dhe ka shumë nevojë. Po, Ylka, ne tani do të kalojmë tek Vox Popet që janë përgatitur me studentët e Universitetit e Qerem Çabej, përse kanë zgjedhur këtë universitet, dhe pastaj do të kthehemi një çështje të rëndësishme që unë kërkoj të më artikulohet nga të dy dekanët, qoftë profesori që përfaqëson Fakultetin e Shkencave të Natyrës, qoftë dhe profesori që përfaqëson Fakultetin e Edukimit dhe Shkencave Shoqërore, që si kanë menduar ato që të mbështeten këto fakultete, sikurse po të zjen biseda edhe në universitete të tjera që si të mbështeten këto degët e mësuesisë, sepse nuk varet vetëm thjesht nga si thua mënyra se si është bërë shpërndar me maturën shtetërore, po ka të bëjë dhe me tregun e punës. Tregu i punës është cënuar, fakultetet e edukimit janë cënuar, si thua. Atëherë është menduar që të kërkohet një zgjidhje, një mbështetje, ndjekim kronikën dhe kthehemi sërish në studio. Përse keni zgjedhur Universitetin e Gjirokastrës për të kryer studimet e larta? Kam zgjedhur Universitetin e Gjirokastrës pasi mu duk më i përshtatshëm për degën që unë kam zgjedhur, është dega e cikli ullët, pararsimi fillor, është një degë shumë e bukur e cila mua më ka tërhequr dhe prandaj zgjodha dhe Universitetin e Qerem Çabej, sepse ky është edhe një universitet me përvojë dhe ka një kualitet të lartë akademik, ka një përvojë të madhe në punën e tyre. Kjo lëndë më ka tërhequr më tepër sepse merret me të gjithë lëndët të shkencore dhe shoqërore, pra trajton të gjitha temat, gjithashtu trajtojnë edhe shkencat shoqërore dhe ato sociale, të cilat është psikologjia, pasi ka qenë edhe një nga arsyet e mia të cilët kam zgjedhur këtë temë. Dhe tjetër është trajtimi, pasi merret me trajtimin dhe edukimin e fëmijëve. Unë kam zgjedhur në Universitetin e Gjirokastrës, se është një nga universitetet më të mira, më ka pëlqyer shumë, gjithashtu më pëlqen dhe shumë dega që kam zgjedhur, ndaj kam edhe në Universitetin e Gjirokastrës. Këtu pedagogët janë shumë të mirë, mësimdhënia zhvillohet shumë mirë, gjithashtu dhe dega që unë kam zgjedhur është një nga degët shumë të mira sepse në të trajtohen dhe fëmijët, ku një ndër lëndët më kryesore që është në degën e ciklit të urgjës është dhe psikologjia e zhvillimit, të cilën trajton fëmijën në përgjithësi. Gjithashtu më pëlqen dhe shumë Gjirokastra, është një qytet shumë i qetë, është një qytet shumë i zhvilluar, ku me shumë tradita, ku vizitohet nga shumë turistë të huaj dhe vendas. Unë studioj për degën biokimi, jam profili mësues. Kam zgjedhur këtë universitet për shkak se është një universitet me përvojë. Pedagogët që neve na ndihmojnë janë me eksperiencë, na kanë ndihmuar dhe për shkak se kushtet këtu janë të favorshme për profilin mësues. Mungon as baza materialet, kushtet janë të favorshme për profilin tonë, na kanë ndihmuar në për ekspedita në për përvojën tonë si mësues.
Kam zgjedhur Universitetin e Gjirokastrës, duke qenë se është një universitet I cili ka pasur një traditë të gjatë për sa I përket degëve të mësuesisë. Zgjedha pikërisht degën e gjuletërsisë, duke qenë se është një degë e cila mua më pëlqente dhe duke qenë se Universiteti I Gjirokastrës më ofronte këtë mundësi, duke marrë parasysh edhe një staf pedagogjik tepër të përgatitur, vendosa që kjo do ishte zgjedhja më e mirë për mua. Besoj që të ketë një ardhmë më të mirë, duke qenë se universiteti këtu na ofron një diplomë e cila njihet. Shpresoj që ta kemi më të lehtë edhe më të gjatur një punë të përshtatshme. Pra jemi kthyer në studio, unë do të kërkoja sërish mendimin e profesorëve që janë në studion e qytetit të Gjirokastrës, që si e mendojnë ata që mund të dalin fakultetet e mësuesisë nga kjo krizë. Nuk është vetëm krizë që ka prekur Universitetin e Qerem Çabej, por të gjitha fakultetet e mësuesisë. Po, e vërteta është që degët e mësuesisë kanë problematik në gjithë universitetet e vendit. Dhe këtu nuk është problemi se nuk është bërë qartë për studentët cili është tregu I punës. Këtu tregu I punës është I hapur dhe ata vetë dinë që ka shumë kërkesa për mësues, sidomos po të marrë në konsiderat programet që zhvillohen në Fakultetin e Shkencave të Natyrës. Por problemi është që preferenca e studentëve për të vajtur për të studimet në këto degë ka qenë e ulët. Kjo për vetë shkakun siç thamë radhën e parë që shumë programe studimi janë më të preferuar dhe studentët kanë rendur pas atyre programe të studimit, dhe për vetë faktin tjetër që tregu punës në fushën e mësuesisë nuk është një treg pune siç është ai në disa fusha tjera, si mund të themi të ekonomisë, të inxhinierisë, të juridikut e merat. Sepse tregu I punës I mësuesisë ka akoma zonën rurale që e mbulon ky treg pune. Dhe preferenca e të rinjve të sotëm për të punuar në këto zona rurale nuk mund të bëhet me dëshirë, si mund të themi, ose nuk është shumë e preferuar. Kjo ka bërë. Nga ana tjetër, profesioni mësuesit nuk ka qenë një profesion në këto vitet e fundit që të ketë atë vlerësimin e dur dhe të zërë atë vendin e tij në pjedestalin e profesioneve të shoqërisë, megjithëse është nga më të rëndësishmit. Po të shikosh në vendet të botës, në Finland, kontingenti më I mirë I studentëve që mbaron maturën shtetërore vete për mësuesi, pastaj për mjekësi, pastaj I treti për inxhinieri e kështu me radhë. Kurse te neve vinte kontingenti me mesataren më të ulët të maturën shtetërore vinte në degët e mësuesisë. Ky është një nga faktorët që ka shtirë tregun. Pagesa e profesionit të mësuesisë nuk ka qenë në atë që kërkohet për vështirësinë e punës që ka. Kështu që gjithë kontingenti që u punësua në këtë sferë shpesh është punësuar thjesht për të marrë një rrogë dhe jo për të I përgjigjur vështirësisë që ka kjo detyrë, sepse të punosh me fëmijët, me përgjegjësi për të nxjerrë ata atje ku duhet, nuk është punë e lehtë dhe nuk mund ta bëj kushdo, nuk është një si përmarrje për çdo, pavarësisht se mund të mbaroj një shkollë për mësuesi. Atëherë neve për këtë kemi sugjeruar gjatë gjithë kohës dikasterit që vetë shteti duhet të ndjek politika stimuluese në rang vendi për degët e mësuesisë, sepse mësuesia është një cikël I mbyllur, nëse nuk do të kemi ne mësues të mirë, nuk do të kemi nxënës të mirë, po s'patëm nxënës të mirë, s'kemi si përgatisim mësues të mirë, dhe ky cikël duhet mbi 20 vjet të riparohet. Unë kam prekur edhe në një nga takimet ku kam marrë pjesë për cirkulumet e arsimit gjatë kohës së fushatës të Partisë Socialiste, me programin e cilës ajo erdhi edhe në pushtet, ku kam dhënë edhe një shembull që nëse duam të ndërtojmë një urë në Zagorie, fare mirë mund të hapim një tëndër dhe mund na vijë një firmë ndërtuese shumë prestigjioze në Franca, na ndërtoi atë urë për 3 muaj dhe tiki. Po nëse na duhet një mësues fillori në Zagori, nuk mund na vijë një mësues në Franca dhe të na punojë atje tërkohën. Prandaj politikat qeveritare duhet që të ndërhyjnë, duke bërë një plan shpërndarje më të saktë që mos ketë në degët e mësuesisë kurse që bëjnë me na 3 turne e mësimin, që nuk kanë mundësi të zhvillojnë praktikat profesionale, që nuk kanë stafe të kualifikuara, por të kemi një shpërndarje të tillë me mësues, të cilët të stimulohen qoftë edhe në shkollë me bursa, ata studentë elitar që pranojnë të venë këto degë mësuesie, në mënyrë që të përgatisim kontingentin për nesër.
Në të kundërt ne kjo nuk do të ketë zgjidhje dhe ne do të jemi në një qetër të mbyllur ku neve do të vuajmë përsëri të njëjtat pasoja edhe më vonë. Kështu që në këtë rast duhet ndërhyrë me politika shtetërore qendrore. Doja të shtoja diçka. Edhe në projekt ligjin e ri të arsimit të lartë, për të qenë të sinqertë, duhet të vëmë në duke faktin që edhe ligji vetë ka marrë përsipër, ose ligjvënësi ka parashikuar që fakultetet e mësuesisë të kenë 70 deri në 80% të programeve unike për degë të njëjta. Domethënë të vendoset një rregull, domethënë që standardi i kurrikulumit të jetë i njëjtë në të gjitha universitetet, publike dhe private. Gjithashtu edhe politikat, sidomos të qeverisë aktuale, lidhur me vlerësimin e profesionit të mësuesit, me që arsimi është një nga shtyllat e kombit, ka qenë në qendër të vëmendjes së qeverisë, domethënë qoftë me standardizimin e punësimit të tyre, të kualifikimit të tyre, të pagës së tyre, domethënë të rritjes së saj në mënyrë progresive, me qëllim që ky profesion dikur nga më të preferuarit dhe më të respektuarit të kthehet atje ku ka qenë, pra në atë nivel, mos të konsiderohet si një nga profesionet dytësore, tretësore të Shqipërisë. Me që jemi të degët e mësuesisë, çfarë vendi zën praktikat, kryesisht në këto degë, besoj? Më desh ka se deshta përmendja në fjalën e mëparshme, nuk ka pasur një interes të duhur nga dikasteri, ne jemi të hapur sepse luftojmë në një front, jemi të gjithë për të njëjtin qëllim, për rregullimin me akte normative të sakta këtë proces. Për shembull, ne aktualisht kemi problematika me praktikën mësimore të mësuesve të studentëve marrojnë për mësuesi në shkollat e qytetit, si edhe për praktikën, nëse është rasti këtu ta them, profesionale të degës infermeri që kemi. Sepse çfarë ndodh? Ndodh që neve krijojmë disa marrëdhënie bashkëpunimi për kontrata bashkëpunimi me drejtorinë arsimore apo me drejtorinë e spitalit për të marrë pjesë studentët tanë në praktikat profesionale në këto njësi. Mirë, po çfarë ndodh? Atje janë disa njerëz që duhet të marrin përsipër normalisht ndjekjen e procesit. Edhe këta janë mësuesët mentor në rastin e shkollave apo krye infermierët e pavioneve në spitale. Mirë, po çfarë ndodh? Ka disa diskordancë. Kur vjen kontrolli financiar, nuk lejon të paguash këta mentor me 1% nga universiteti për praktikën, sepse i quan që ata po e marrin pagën për atë ditë pune. Dhe nuk lejon, kurse nga ana tjetër nuk pranon dikasteri pa paguar ose nuk pranon njeri një mentor pa i paguar punën të bëjë një punë. Dhe ne ja kemi sqaruar që nuk është një lloj, sepse për të njëjtin orar pune, një minator nuk paguhesh barabart me një punonjës tjetër. Pse? Se është shkalla e vështirësisë punës dhe një mentor ditën që bën praktik studenti, që i bën analizën e orës mësimit, që i bën konkluzionet, që jep një orë shumë cilësore se në ora rutine e përditshme, atëherë detyrimisht ky duhet kishte një diferencë page. Dhe këtë duhet ja jepnim ne si universitet deri më sot. Sot e ka ndërprerë, atëherë çfarë bën? Neve në praktik nuk ta pranojnë studentët sepse nuk kemi ku i pagojmë, neve s'kemi si e zgjidhim. Dhe kjo ka kaluar në diferencë që neve po e zgjidhim me gjëra shumë rrethanore. Prandaj themi që praktika mësimore duhet të jetë një element i cili duhet të ketë vëmendjen e duhur edhe në strukturën financiare të problemit, jo vetëm në atë juridike. Po, Ylka, nuk e dini, kemi ardhur drejt minutave të fundit të pjesës së parë ku ne ja dham të gjithë hapësirën profesorëve të nderuar të një prej universiteteve elitare që ne kemi, siç është Universiteti Qerem Çabej në qytetin e Gjirokastrës. Ndoshta nëse kishit diçka të fundit për të shtuar, por unë dëshiroj që jo vetëm t'ju falenderoj, por nga ana tjetër do dëshiroja dhe bashkëpunimin e përhershëm sa herë që ne të trajtojmë çështjet e arsimit të lartë, duam gjithmonë një zë nga profesorati i Universitetit e Qerem Çabej. Nuk e di nëse profesor Gzimi apo profesori tjetër ka diçka për të shtuar? Po, profesor Mema. Unë të rikthesha pyetjes që bëri gazetari në qendër, lidhur me tregun e punës. Ne shpresojmë dhe mendojmë me ligjin e ri arsimor të mësuesja të jetë një degë prioritare dhe si e tillë do të jetë një moment që aplikantët të jenë drejt këtyre degëve ose të përzgjedhin këtë degë.
Nga ana tjetër ne si universitet, kemi vite që punojmë, por do të punojmë akoma, më teja, në drejtim që ta përshtatim këtë student që përgatisim në fushën e mësuesisë me tregun e punës. Përgjithsisht kemi edhe shkolla të vogla, sidomos në zonat rurale. Neve kemi aplikuar për vitesh dhe kemi implementuar se ne jemi tek dyshe histori, gjeografi, gjuhë, letërsi, biologji, kimi dhe një program shtes, domethënë një lëndë shtes. Për shembull historiografi dhe edukatë qytetare, ose biologji, kimi dhe edukim mjedisor. Kjo mundson një punësim më të plotë të mësuesit të ardhshëm. Nga ana tjetër, ne po punojmë dhe do të punojmë që qysh në bachelor e mandej në master, studentëve nëpërmjet lëndëve me zgjedhje, të cilat kanë ardhur gjithmonë duke u pasuruar, të marrin njohuri të tjera, më falni, në fusha të ndryshme, për shembull në fushën e arkeologjisë, në fushën e arkivistikës, në fushën e muzeologjisë, e kështu me radhë, kjo student gradualisht shikon mundësinë që pas bachelorit mund të ndjekë një drejtim tjetër në këto drejtime të caktuara. Pra, i shikojmë edhe një mundësi tjetër studentit për punësim në të ardhmen, jo vetëm në fushën e mësuesisë. Po, Ylka, nuk e di profesor Gëzimi nëse ka diçka për të thënë. Unë dua të vlerësoj këtu edhe revistën shkencore të Universitetit e Qerem Çabej, 2 kopjet e fundit të cilat na i dhuroi profesor Gëzimi, janë vërtet vepra shkencore me vlerë, janë artikuj shkencor të gjitha fushave ku marrin pjesë profesor të Universitetit e Qerem Çabej, profesor të universitetet të tjera për të treguar dhe për të dhënë mendime shkencore nga fusha nga më të ndryshmet. Kjo tregon për atë çfarë unë thash pak më parë, që Universiteti i Qerem Çabej hyn tek universitetet elitar, për sa i takon stafeve pedagogjike që ky universitet ka për punën e mirë shkencore që bën çdo ditë. Që kështu unë i falenderoj të 3 profesorët. Ylka, të falenderoj nga zëmra për bashkëpunimin e përhershëm dhe për këto emocione vërtet të veçanta që na dha sot. Nuk e di nëse profesori do të thotë diçka? Jo, unë do edhe shtoja diçka, do më thëmë, që shpresojmë shumë, me që kemi qenë vetë pjesëmarrës, do më thëmë, në artimin e ligjit të ri të arsimit lartë, shpresojmë shumë që Universiteti Gjirokastrës, si një universitet me një përvojë afro 50 vjeçare, do të gjejë vendin e vetë akoma më mirë se deri më tani, dhe me një impenjim akoma më të madh të Ministrisë së Linjës, ne mendojmë që Universiteti Gjirokastrës do të mbjetojë kësaj periudhe të stërzgjatur të tranzicionit edhe do të zëri vendin e merituar në elitën e universiteteve publike të Shqipërisë. Ju falenderoj që ishit pra në studion e televizionit Gjirokastra për auditor arsim. Faleminderit. Faleminderit dhe ju uroj vërtet suksese. Faleminderit koleges Ylka Ponde nga qyteti Gjirokastrës për gjithë kontributin që jep për emisionin Auditor Arsimi, por natyrisht nuk përfundon këtu kontributi juaj Ylka, sepse ne në pjesën e 2 do të flasim për emocionet të veçanta që ka sjell dita e 7 marsit, sepse duam të themi personalisht gëzuar të gjithë mësuesve të Republikës së Shqipërisë dhe di që qyteti Gjirokastrës ka organizuar aktivitetet veçanta. Ju falenderoj për këtë pjesë të parë Ylka dhe pastaj do të vijojmë me pjesën e 2. E për të kaluar nga studio e qytetit Gjirokastrës, ne do të kalojmë tani në Korçë, sepse 7 marsi aty e ka marrë zanafillën, sepse pikërisht në 7 mars të vitit 1887 u krijuar shkolla e parë kombëtare laike dhe emocionet në 7 mars ne duam gjithmonë që t'i marrim nga qyteti Korçës dhe më pas do të vim në studio. Megjithëse data është 9, ne nuk duam të largohemi nga studioja jonë pa uruar të gjithë mësuesve për atë kontribut të madh që ata japin pikërisht në festën e tyre. Nuk është vetëm një ditë, janë gjitha ditët e mësuesit. Shkojmë në qytetin e Korçës dhe kthehemi në studio. Muzeu Kombëtar i Arsimit, në këtë përvjetor të 128, ka qelur dyert për të gjithë vizitorët, të cilët kanë parë nga afër ekspozitën me materiale të publikuara për herë të parë dhe dokumenta që flasin për historinë e shkollës së parë shqipe.
Përgjegjësi i muzeut, Niko Kothelja, tregon se pjesë e ekspozitës janë relike që i përkasin mësuesve dhe nxënësve të shkollës së parë shqipe, materiale të rëndësishme historike, si dhe libra që janë përdorur në mësontoren e parë shqipe. Është interesante sepse kemi objekte, relike të figurave të shuara të lëvizjes patriotike, siç mund të jenë për shembull figurat e shkollës së parë shqipe, nxënësit, mësuesit, kontributorët e kësaj shkolle. Kemi libra të cilat janë shtuar kohët e fundit dhe që flasin për periudhën e mësontorës së parë shqipe, flasin për lëvizjen patriotike brenda dhe jashtë atë dheut, momenti i ngritjeve të shkollave të para shqipe. Njëkohësisht kemi dhe tekste të kohës, të vjetra, të cilat janë përdorur si tekste mësimore në shkollën e parë shqipe. Përveç tyre ka dhe të tjera materiale ditën e sotme, ditën speciale të themi të sotme, siç mund të jetë për shembull një ekspozitë e koleksionistit korçar Mirgen Shambulli, i cili ka mëtuar që të sjellë një ekspozitë historiku në arsimit shqiptar ndër vite, me anë të fletoreve të përdorura, fotografive të godinave të shkollave, fotografive të nxënësve të ndryshëm për zonat të ndryshme të Shqipërisë, cilat janë të ekspozuara në sallat e katit të parë të muzeut. Shkolla e parë shqipe u çel në 7 mars të vitit 1887 si finalizimi i përpjekjeve të vazhdueshme të patriotëve shqiptar. Ajo ishte një shkollë e mirëfillt kombëtare shqipe, në të cilën mësimi zhvillohej vetëm shqip, me djemë dhe vajza pa asnjë përmbajtje fetare. Jam pra jemi kthyer në studio, tani kemi studion plot. Sepse emocionet e 7 marsit ne dëshiruajmë që t'i ndajmë këtu me mësues, me drejtues të përkushtuar, por mbi të gjitha me ata të cilët udhërojnë emocione dhe kënaqësi të veçantë, siç janë nxënësit që gjatë këtyre ditëve me përkushtimin e tyre u kanë dhënë emocione të veçanta mësuesve. Sepse siç thuhet, mësuesit e përkushtuar çdo ditë vjen një moment të cilët e marrin mirënjohjen e tyre në forma nga më të ndryshme nga nxënësit. Dhe ata kanë pasur mundësinë që t'u thonë gëzuar dhe t'u japin mirënjohjen e tyre pikërisht me aktivitete nga më të ndryshme, por dhe me dashurinë e tyre të pastër. Që kështu më lejoni të ndaj emocione të veçanta me ju në këtë studio, nis së pari me drejtoreshën e Shkollës Kongresi Manastiri, që është zonja Luiza Myrtaj, përshëndetje dhe gëzuar festën. Faleminderit. Thonë që nga dita e sotme kishin shkruar gjithë në rrjetet sociale, sot fillon dita e burrave, se mbaroi 7 marsi, por ne ditën e mësuesit e kemi çdo ditë, pavarësisht se i kushtojmë një moment të veçantë, sepse ju drejtohemi çdo ditë, ju kemi lënë fatet e fëmijëve në duar, prandaj jeni të rëndësishëm çdo ditë. Një mësuese të përkushtuar, që e duam nxënësit, e duam neve, siç është zonja Shigjeta Tafani, e cila është mësuese tek Shkolla Musine Kokalari. Përshëndetje Shigjet, kënaqësi që të kam të ftuar në studio. Kënaqësia ime e tëra. Sa bukur komunikon në çdo moment me nxënësit. Përpara se të fillonin festat e 7-8 marsit, ato surprizat na bët edhe neve të mendonim se çfarë surprizash, por ne do t'i zbulojmë këtu në këtë studio. Vjoj me nëndrejtoreshën e Shkollës Kongresi Manastiri, që është zonja Gjulieta Gjini. Përshëndetje. Përshëndetje. Kënaqësi dhe më duket se kanë nxënësit kështu kaq të bukur me kostume, kanë ardhur prandaj i kemi vënë këtej nga krau juaj, janë të Shkollës Kongresi Manastiri. Po, janë të shkollës tonë. Dhe vjoj me zonjën Anila Banaj, ju jeni drejtore e shkollës Bashkim Berisha në Ndroq. Mua më vjen mirë se her pas here ne zgjerojmë studion me drejtues dhe me mësues të shkollave nga më të ndryshme, se gjithmonë themi që kur bëjmë ne të televizione, mbetem gjithmonë në Tiranë, por ne kemi dëshirë që të kemi një hapësirë dhe më të madhe. Dhe më vjen mirë që së bashku me ju kanë ardhur edhe ish nëndrejtori, po mësues, se titulli mësuesit është shumë i rëndësishëm, që është zoti Bardyl Mansaku, apo jo? Ju keni qenë edhe drejtor i shkollës dhe aktualisht në pension, apo jo? Po, kam 3 javë jam pension. Po, kemi dëshirë që ti alternojmë brezat, sepse fundit, si thonë, si në arsim dhe në art dhe kudo, gjithkush ngrihet mbi supet e njëri tjetrit. Dhe fundit, brezi i ri mësuesve, pavarësisht filozofirave të reja që kanë hyrë në arsim, mbi supet tuaja ngrihen. Prandaj kishim dëshirë që ju kishim në studio sot. Kam edhe sërish edhe një mësuese që sot sa po ka dalë. Suzana Mansaku, apo jo. Me datë në 6 mars keni dalë në pension. Sot është dita e parë si pensioniste. Atëherë ta nisim pak nga ju, si ndiheni sot?
kam mësues të cilët ndoshta vitet e gjata të punës tonë, kur të vija dita e pensionit, por unë e di që shumë mësues, nuk e di, kanë një nostalgji shumë të madhe në momentin që ndahen nga shkolla apo jo. Ditën e premte, kam provu emocione që nuk i kisha parë në jetën time. Dhe sërish sot isha në shkollë, kam një deri nga ora 11, nuk ndahesha dot. Takova nxënësit prap, për qafimet të tyre, dhe në një takim që patëm, sepse drejtoresha e shkollës bëri takim brezash javën e 7 marsi, do me thonë, kemi pas javë aktiviteti, edhe kishim takime me ish mësues në drejtor shkollash të zonës Ndroqit, edhe një pyetje nxënësve ishte kjo. Tani që po dilin pension, çfarë do merrni me vete? Unë do marr dashurinë tuaj, thash. Është një ndarje që nuk e di, vetëm lot, sepse më kishin bërë ta surpriza që nuk e më mirë të menja. Ne me gjithë se nuk i kemi, se nga shkolla juaj ne kemi marrë mësuesit e traditës, por nga 2 shkollat që kemi të ftuara në studio, kemi nxënësit nga Kongresi Manastiri dhe nga Mundësine Kokalari. Për emocionet që tha Zysh Suzana, mund t'i falim një Duart Rokiti që vërtet, sepse ajo merr me vete dashurinë e nxënësve të vetë, që kështu ju i përfaqësoni sot pikërisht atë dashuri që ajo ka marrë për vite e vite me radhë. Shumë emocione që nuk të harroj kurrë, edhe nga kolektivi. Dhe në këtë rast me që jam këtu në studio, përshëndes dhe me thënë stafin pedagogjik të shkollës Bashkim Berisha, ka qenë ish drejtori im i shkollës 8 vjeçare dhe të gjimnazit, njëkohësisht të gjithë nxënësit e shkollës Bashkim Berisha, me gjithë se kjo që një bukuri për mund që një diçka e veçantë që e mbylla në këtë studion tuaj. Dhe në veçanti klasën e 8 që më kishin përgatit një disk nga shkolla ime e lartë deri në ditë e fundit, unë duke punu me nxënësit në lulishtin e shkollës, sepse është detyra jonë për gjithë shka, ne jemi prindit e 2 tyre. I kam nejtë pranë gjithmonë gjatë gjithë jetës tyre, të më thonë të karrierës time të 10 vjeçare. Jemi mësuar shpesh të artikulojmë që mësuesi është prindi 2. Po, vërtet ka një peshë shumë të rëndësishme mësuesi tek nxënësi. Dua t'i referohem këtu një momenti të veçantë, atë Gjergj Fishta në një nga artikujt e tij që shkruante gjatë viteve 20-30 për rolin e mësuesit, thoshte 2 njerëz që ndrojnë pranë zemrës. Mësuesi edhe prindi. Pra të 2 bashk janë shumë të lidhur me njëri tjetrin. Dhe prandaj marrëdhënia që krijon mësuesi me nxënësin është marrëdhënie dashurie, që në fund fare kur juve ju duhet t'ia lini stafetën dikujt tjetër, pasuria që merrni me vete është dashuria e nxënësve prandaj. Përpara se të shtrojmë një pyetje që lidhet me rolin e mësuesit, që ne në fakt gjithmonë e trajtojmë, por nuk e di pse merr një rol të veçantë, një rëndësi të veçantë në ditën e 7 marsit, dua t'ju pyes pak si e përjetuat, si e organizuat, thuhet që mësuesit gëzojnë ditën e 7 marsit, po unë e di që ju edhe ditën e 7 marsit jeni të angazhuar me aktivitete dhe me punë shumë të madhe me nxënësit. Po. Në fakt është një ditë e shënuar, pavarësisht se vitet ikin, edhe ti mund të kesh shumë vite në këtë profesion, por përsëri emocionet mbeten të njëjta. Pra si nga dita e parë dhe dita e 20, apo këtë unë viti 20, apo viti 38 i vitit të punës, përsëri emocionet janë të njëjta. Padyshim që në këtë vit ne na qelloi 7 marsi në ditët e pushimit, por përsëri ne nuk mundeshim dot ta linim pa e ndar emocionin ton së bashku me nxënësit, me ata që vërtet na japin jetë çdo ditë të punës son, çdo ditë të jetës son. Dhe përpos gjithë atyre punëve që kishim në shkollë, gjatë gjithë javës kishim organizuar aktivitete nga më të ndryshmet për t'i falur sa më shumë dashuri mësuesve, nxënësit e tyre. Nxënësit vetë ne kemi prapa shpinës time, pra janë pikërisht nxënësit e shkollës sonë, që performuan në Vallen e Tiranës dhe shumë valle të tjera në mjediset e shkollës me aktivitetin që zhvilluan.
por jo vetëm kaq, ne ndoshta dolëm dhe përtej asaj të pjesës tradicionale, sepse në oborin e shkollës, ne kemi një obor shumë të madh shkolle, dhe aty me koreografi të organizuar nga mësuesja e edukimit fizik, nxënësit tanë kërcyen, kënduan dhe dhanë gjithë emocionin e kësaj dite vërtet të mrekullueshme. I kanë siguruar vetë? Janë të shkollës. Kostumet? Po, kostumet i kemi të shkollës. Janë pronë e pasurisë së shkollës sonë. Po si keni siguruar? Po pyes me qënë se jeni brenda një shkolle, po pyes edhe në drejtoreshën, po? Me kontributin vullnetar janë siguruar. Po, janë siguruar me kontributin që japin prindërit dhe një pjesë të tyre kontributeve ka shkuar për veshjet tradicionale të popullit tonë. Unë me sa shoh këtu, për shumë të paktën vajzat janë veshura me kostumin tradicional të Tiranës, apo jo? Po. Në shkollën tuaj keni dhe nga krahina të tjera për shumë kostume? Apo pjesa që keni zgjedhur për sot është pjesa që lidhet me për fatin tonë të keq, kulturën e qytetit të Tiranës? Ne në fakt nuk është se kemi shumë kostume popullore. Do të përpiqemi ndoshta ta pasurojmë gamën e këtyre kostumeve në vitet që vinë, por duke qenë se janë vërtet edhe të shtrenjta dhe pjesa e tyre kushton shumë, ne kemi arritur që vetëm këto të kemi. Nuk është se kemi më shumë se kaq. Mundet një mikrofon, ja ku e keni mikrofonin aty afër, në një prej vajzës aty mundet pak mikrofonin? Cini? Po. Po, është i hapur. Kemi mundësi të komunikojmë. Si ndjesh sot që e veshur me kostumin e popullor të qytetit të Tiranës? Atëre, unë jam krenare që kam veshur kostumin e Tiranës, sepse në këtë qytet unë kam lindur, edhe jam krenare që përfaqësoj qytetin tim me këtë kostum. Dhe përfaqësoj dhe shkollën time. Ke ditur diçka rreth kostumit? Kanë historira të veçanta kostumet tona popullore, mënyra se si janë të ndërtuara, të kanë folur në shtëpi, ke pasur ndonjëherë në një pjesë nga kostumet nga kostumi i Tiranës të kesh pasur në shtëpi apo jo? Po, kam, sepse unë kam qenë pjesa asamblit të Tiranës, kam shkuar dhe jashtë shtetit që kam kërcyer, dhe kam performuar në shumë shfaqje, por historinë akoma nuk e kam. Ti gjithmonë me vallet e Tiranës apo e keni shumë të pasur repertore? Po, e kemi pasur të pasur, vallën e Tropojës, Librazhdit, edhe shumë valle të tjera. Mua më vjen mirë, ndërkohë kthem pak te Mësuese Shigjeta. Se që kishit qa surpriza me disa qadrat, të qadrat, kostumet, lajmëronte... Po, stuhi. Stuhia. Atere, ati ka qenë shumë i larmishëm. Emocionet i kam edhe unë, sepse na dollën në pension 2 mësues të mrekullueshëm që unë dua t'i përshëndes. Profesorari që jepte fizik dhe jepte edhe klasës time, një mësues model, që nxënësit e mi u përlotën dhe me zje ka përcyer edhe ne atë pjesën e tyre, dhe profesor Skënderi, që po prap kishte qenë mësuesi i fillores të klasës time. Dhe varionte, sepse duhet të përshtateshim edhe krahinave të mësuesve, për profesorin kishim tango, vajzat që kërkonin që me kanatieren të performonin për mimozën, ngjyra e mimozës, dhe ndërsa për profesor Skënderin kishim veshjen e Tropojës, sepse ai ishte nga Veriu. Ka qenë shumë i larmishëm. Shikoj çupat me trëndafil të kuq në kokë. Trëndafili kuq ishte një kërcim që lidhej me ajo është uniforma e shkollës që kanë vajzat. Po, uniformën e pash, po. 10, sepse kishim dhe paradën e nxënësve me 10, dhe vajza ka qenë një nga nxënësit e 10 që i kanë ngelur akoma 10. Më pëlqen se ajo ri kështu si balerinë dhe i shkëlqen ajo 10. Po shkëlqen 10 për të largur. Mund ta pak koncertin, ta patjetër mundet ta hapi. Merre mikrofonin aty dhe mundet na hapësh koncertin këtu. Ne prandaj kemi studion auditorit, ne kemi për si funksionojnë gjërat në shkollë, edhe në klasë, ne improvizojmë edhe në studion tonë. Si e hape koncertin? Na hap pak tu në studion tonë. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur sot, festin e mësuesit për të festuar. Emocionet nuk përshkruhen dot, se kjo është dita e njerëzve tanë më të çmuar. Ndaj, me një zë, duam t'ju themi, gëzuar në pafundësi, ju, mësuesve tanë, mbretërve në tonë mbretëri. Sa bukur, shumë bukur. Tani tekstin, po mund të ulesh, tani tekstin, kush e kishe shkruar? E kishe shkruar të... Patjetër që mësuese Shigjeta. Mësuese Shigjeta, po sa bukur e kishe gjetur këtë termin, po. Recitoj fëmijëve një poezi. Po, patjetër. Po, e ke mikrofonin aty, po. Atëherë dhe kjo t'jetë pjesa ime e fundit se do marr pak kohë, është pra poezia ime. Jemi mësuar që në 7 mars fëmijët përshëndesin mësuesët, ndërsa unë kam
Shumë kënaqësi që ne të përshëndesim fëmijat. Ju shonë sy, larg jush ka mall. Vetëm mes jush ndiem e gjallë. Ju jeni engjëj, qiell pas kaj. Ju krijesa kaq të pafaj. Eci mes jush, ju prek nga dal. Ju se kuptoni diçka ju marr, por dhe ju lë shumë dashuri mbi flokët tuaj bjond atë zi. Dhe në përballjen sy në sy, s'ju rezistoj. Ndjej dashuri. Në qiellin tim ju jeni yje që më dhuroni dritë fëmirie. Fytyrat qeshin si me magji, mësues diej në poshtin stuhi. Syrin e vogël se len të qaj, engjit si len të bëhen djaj. Më jep një gas, më lin një shpres, dhe duke vdekur, nga ju nuk vdes. Mua më pëlqeu sepse ishte gjithë filozofia e marrëdhënies që krijojnë mësuesit me nxënësit dhe kështu shkurburon dashuria e pastër. Doja t'ju përcjellja, jo vetëm këtyre, po gjithë brezave ku kam dhënë mësim me këtë poezi me që mu dha rasti, sepse janë ata që na mbajnë jetë, nuk është as ajo rrogë as gjë tjetër. Jemi karikimi në qofse do ta quaja veten, janë vetëm këta fëmijë. Dia e mësuesit, thot Gjergj Fishta, në unitet me përkushtimin dhe me ndërshmërinë, jep frutin maksimal në shkollë. Vullneti fuqizon veprimtarinë e shëndosh të njeriut, edukata që jepet në shkollë i përgjigjet nevojave reale që ka jo vetëm shkolla, por që ka dhe kombi. Ja, pikërisht, mënyra se si alternojnë këto me njëra tjetër, një japim pikërisht atë çfarë ne duam nga kjo marrëdhënie, mënyrën se si funksionon marrëdhënia midis mësuesve dhe nxënësve. Derisa unë të thosha vetëm një fjalë, dia është pushtet. Një mësues i përgatitur ka autoritetin maksimal tek fëmijët. Ka marrëdhënien maksimale, pastaj dashuria është ekonomi tregu. Po dhe do marrësh, po nuk dhe. Unë fakt desha të bëja një pyetje, po ta bëj pak më vonë, nuk ka problem se zyshi gjeta vjen gjithmonë me aparate dhe bën gjithmonë gjëra shumë të bukura, i motivon gjithmonë nxënësin, por një pedagog i Universitetit të Tiranës, si Fakultetit të Gjuhëve tuaj, kishte shkruar që një mësues mirë është ai mësues që ka qenë edhe student shumë i mirë. Por kam bindjen që mësuesi mirë është i lidhur edhe me përkushtimin, me pasionin, janë shumë gjëra, apo jo? Pra, dole se fjala dia është pushtet. Anila, jo, s'ka problem. Anila, të kërkoj ndjes, të lutem. Atëherë, unë mendoj që jo çdo student i mirë është mësues i mirë, ose mësimdhënës i mirë. Për mua, mësimdhënia është pasion. Do me thënë, pasion bashkuar me ato dijet që ti ke, dhe del gjëja më e mirë e mundshme pastaj. Është dashuri për fëmijët, siç thot zonja, është interpretim, është përcjellje dijesh, dhe gjitha bashkë po pastaj bëjnë një figurë. Për mua, mësuesi përpara nxënësit është figura magjike. Dhe pastaj ky fëmijë, duke parë mësuesin e vet, jo imiton, por merr. Domethënë, mësuesi përcjell dhe fëmia merr. Unë paktën kështu e konsideroj. Unë vetë jap fizik, lënda ime është fizika. Kam punuar 11 vjet në gjimnaz, kam një vit që jap në fëmijët e vegjël të 9 vjeçares. Në fakt është shumë kënaqësi të punosh me këta fëmijët e vegjël, se kisha provuar të them vërtetën, sepse po në të njëjtën shkollë kam qenë në gjimnazin e asaj shkolle. Tani më duket në vërtet shumë bukur. Brenda një shkolle bashkuar tek ju? Po. E mesme bashkuar, tani ka 4 vite që është ndarë, dhe unë kalova nga gjimnazi, erdha tek 9 vjeçaria. Shpesh kur bëjmë emisione dhe kur duam të japim një emocion të veçantë, drejtorët zgjedhin mësues të cilët për shembull janë prag të pensionit, mësues të dalluar. Ju përveç mësuesës së dalluar dhe që ka dalë në pension, keni marrë dhe ish drejtoren. Kaq mirë i keni marrëdhënies edhe me ish drejtorin? Jo, unë nga ish drejtori që kisha për një vit rjesht e kisha nën drejtor të shkollës, vërtet që mësova. Më kanë ndihmuar shumë, më kanë mbështetur shumë. Kështu që e ndjeja si detyrim që duhet ta merja në shenjë falenderimi. Profesor, duhet ta falenderojmë, unë duhet t'i drejtojmë mësuese Anilës, jo drejtoresh. Duhet ta falenderojmë që të rinjt e çmojnë kaq shumë kontributin, se thuhet nga një herë që ka një konflikt brezash, sidomos me teoritë e reja që kanë hyrë të mësimdhënies, sikur po dalin pak jashtë mode mësuesit e vjetër. Kështu qarkullojnë, thashe theme, ne në auditor kemi tjetër filozofi, në auditor arsimi. Ne dhamë sa mundëm, me që më drejtuat mund, profesioni mësuesit është aq i mirë, aq i vështirë, edhe ndryshe nga gjithçka tjetër, thatë dhe ju, i merë vonë frutet e punës tij.
pra ndryshe nga inxinjeri apo nga kushdo tjetër. Unë për kohën e gjatë që kam kaluar në arsim, mbi 46 vjet, mësues, rreth 25 vjet drejtues shkolle, i kam marrë gjithë frytet e punës time. Pra nxënësit e mi sot janë inxhinier, janë jurist, janë deputet, kemi po. Profesor me titull shkencor, jo më larg se sa para 2-3 ditësh, një ish nxënësja ime thonë, e kam mora doktoraturën, domethënë është edhe doktore e shkencave, kështu që kjo është kënaqësia ime. Profesor, me këto filozofit e reja të mësimdhënies që kanë hyrë, me atë filozofi që kishit ju për të dhënë mësim brezave, ka diçka që e bashkon këtë të renë me të vjetrën? Edukata e punës, disiplina e punës, ka qenë për ne motivi kryesor. Ndërsa sot ka hyrë teknologji e re, kjo është më avantazh pikë brezi. Ne kemi mësuar nga mësuesit e reja, nga Zysha Nila dhe nga këta tjerët të vitet e fundit, edhe të kanë mësuar diçka nga ne. Por nuk jam me atë që ndarja e brezave, është vazhdimësi e brezave. Edhe kjo është gjë e më bukur. Shkolla jon, pra ka edhe mësues që kanë punuar 40 vjet në arsim, ka edhe 4-5 vjet. Janë Zysha të reja që janë shumë përkushtume. Jashtëzakonisht përkushtume, e duan punën, e duan profesionin, duan teknologjinë. Edhe me që i kam pas të rastin, se ndoshta mora kohë, mësuese që se shef një herë ul. Kjo janë mësueset e reja. Në fakt, mundoja të plotësoja diçka që brezat plotësojnë njëri tjetrin. Pra, brezat në qofse të vjetrit japin dijen, ndërsa të rinjt japin energjin dhe kështu plotësojnë njëri tjetrin në gjitha të pjesën e punës të tyre. Ndërsa doja të shtoj edhe diçka tjetër për pjesa që Anila artikuloi pak më përpara tek pjesa e modelit. Ne jemi modele përpara nxënësve. Dhe ne i kujtojmë mësuesit tanë të parë me gjithë performancën e tyre dhe përpiqemi që vërtet të ngjajmë atyre, qoftë për përkushtimin, qoftë për dijen, qoftë për pjesën e palodhur të punës son, dhe shpeshherë unë them që ne krijojmë modele të bukura ose modele të shëmtuara. Pra, pjesa jonë është ajo që motivon nxënësit tanë për të bërë modele shumë të mira. Mua më erdhi mirë që ky vit pati në fokus të aktiviteteve dhe marrëdhëniet midis brezave të mësuesve. Në çdo qytet ju dha një vëmendje shumë e veçantë mësuesët të vjetër, kontributeve që ato kanë dhënë, po përpara se ne të marrim emocione se çfarë ka ndodhur në qytetet të tjera të Shqipërisë, ne do të marrim dhe mesazhin e Ministrës së Arsimit zonjës Lindita Nikolla, që qëllon ndonjëherë që ministrat që drejtojnë dikasteret të ndryshme të mos jenë të fushës. Por për fatin e mirë, tashmë Ministrinë e Arsimit e drejton një mësuese që kështu e di shumë mirë rolin e mësueses. Ndaj ne do të ndjekim materialin e përgatitur dhe do të kthehemi në studio.